që unë bana përpjekje që me marrë në nënshkrimet edhe të deputetëve nga radhë e televizjes vetëvendosje, mirë po nuk patë mbështetje nga ana atyre. Dhe me thanë, thjesht u refuzova. Sot kemi mbledhur në nënshkrimet e disa deputetëve, të cilat do të vazhdojmë të marrim disa prej tyre, sepse edhe koha ishte shumë e shkurtër në seancë plenare. Si deputet në nënshkrues do të kërkojmë të hanën, do e dorëzojmë një kërkesë të zyra e rregullatorit të energjisë për anulimin e 2 vendimeve. Anulimin e vendimit për të hyrat maksimale të lejuara për operatorët e energjisë elektrike, e cila ka rezultuar në ngritjen e çmimit të energjisë elektrike në 16.1%, në mënyrë që të parandalojmë një valë të re të inflacionit dhe gjithashtu vendimin tjetër për detyrimin e 1.300 kompanive për dalë në tregun e hapur, kinse në tregun e hapur, në tregun e lirë, në tregun konkurrues, i cili më lejoni t'ju informoj që nuk ekziston në Republikën e Kosovës. Po është e vërtet janë 19 operator të licencuar për tregtim me energji nga zyra e rregullatorit të energjisë, por nga ajo që jemi informuar nga shoqata e prodhuesve në kuadër të odës ekonomike, rreth 200 kompani, të cilat kanë kërku të marrin, disa prej tyre kanë kërku të marrin oferta për furnizim me energji elektrike pas datës 1 qershor, ata kanë marrë një ofertë të vetme. Dhe a dini prej kujt? Prej Keskos, prej operatorit prej të cilit ata aktualisht furnizohen. Dhe tash, zyra e rregullatorit të energjisë e ka të qartë, e ka letë të verifikueshme që nuk ka treg të lirë sa i përket furnizimit me energji elektrike në Republikën e Kosovës. Kështu që duhet në u bë anulimi i këtij vendimi. Ofertën që kompanitë vendore e kanë marrë për furnizim me energji elektrike nga Kesko është me çmim 260% ma shtrejt. Imagjinoni kompanitë 1.300 kompani pas datës 1 qershor, në qoftë se vendimi lejohet të hyjë në fuqi, energjia elektrike për këto kompani që punësojnë me qindra mijëra punëtor, rritet për 260%. Një pjesë e tyre kanë deklaruar që në qoftë se vendimi i tillë hyn në fuqi, ato duhet t'i vënë qelsin kompanive të tyre, sepse nuk mund të operojnë me kosto kaq të larta. Tash me të vërtetë është tepër fatkeqësi e madhe, po e ndërlidh me konstituimin e kuvendit, që ne ende nuk jemi konstituu, të merremi me problemet të qytetarëve, të merremi me probleme që ballafaqohen bizneset në Kosovë, mirë po kemi një hall të vetëm, kemi hallin e lëvizjes vetëvendosjes se si ta vendos në kryet e kuvendit pa votat e deputetëve, kryetarët e parlamentit Zonjën Haxhiu. Po, sa i përket kërkesës tonë për anulimin e vendimeve që i përmenda të zyrës së rregullatorit të energjisë, është e vërtetë që unë bana përpjekje që me marrë në nënshkrimet edhe të deputetëve nga radhë e televizjes vetëvendosje, mirë po nuk patë mbështetje nga ana atyre. Dhe me thanë, thjesht u refuzova. Po tentoj që të përfshi sa më shumë deputet në mënyrë që dhe me thanë t'i jap rëndësi kërkesës tonë dhe zyra e rregullatorit të energjisë të mund të mbështetet në kërkesën e deputetëve. Deri me tani ka marrë përkrahjen e Partisë Demokratike nga deputetët të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ishin deputetët e Nismas, të cilët e nënshkruan kërkesën. Natyrisht të dielën do të vazhdojmë me mbledhjen e nënshkrimeve të tjera, edhe nga radhët e komuniteteve, kushdo që është nënshkrues dhe të hanën mandej do e dorëzojmë.